E pra të nderuar miqtë e mi, përshëndetje për të gjithë, shpresoj që sot keni kaluar një ditë pak më pozitive, më me energji të mirë dhe me patjetër prisni që ne të komentojmë ngjarjet edhe lajmet më të fundit. Tani dua pak të ndaloj tek një siklet i madh që ka përfshirë shtëpinë e Big Brotherit që natën e mbrëmshme. Edi, unë e kam thënë që Edi Kuçi është një ndër banorët më të sinqertë aty brenda, ndoshta nuk e ka këtë strategjinë e diallëzimit, këtë natyrën e diallëzimit që të shkojë cepem cepe, të bëj thashë theme për banorët, domethënë nga që është rritur krejtësisht në një kulturë tjetër, por që kur e ndjen një diçka për ta thënë, këtë që unë e kam thënë gjithmonë, Edi e thot pa problem dhe pa pardon, qoftë po tjetë edhe për personin e tij më të afërt në këtë lojë. Dhe pikërisht ndryshimet e Dolces që nga kthyer nga Grande Fratello janë shumë të dukshme. Unë e pata thënë kur komentoja Dolce në Grande Fratello, domethënë i keni të gjitha videot radhitura në kanalin tim, pata thënë që si do të vazhdon kjo marrëdhënie. Çfarë do të shohim në këtë marrëdhënie? Do të shohim Edin që do të vuan për Dolcen, do të shohim një dashuri të ndaluar, do të shohim emocione të ndaluara, çfarë do të ndodh në këtë marrëdhënie. Dhe pikërisht Edi e ka kuptuar që Dolce ka ndryshuar krejtësisht. Okej, në ditëlindje Dolce nuk është se e kishte atë afërsinë me Edin, ishte pak më e stepur, pak më e ftohtë, më ra në sy që domethënë nuk është se u afrua ta mbron Edin, por u afrua ta mbron fjollën. Domethënë që kjo nuk ndodhen realisht në çifte, në marrëdhënie etj, nuk është gjë që ndodhen. Domethënë që Dolce nuk ka ndjenja për Edin në thonjza, ajo e pranoi dhe në Grande Fratello. Tani Edit i ka rënë në sy kjo gjëja dhe ka shqetësuar shumë. Tani mund të jetë një mision nga vllau i madh që i kanë thënë Dolce, sepse Dolce tregoi që ka një marrëdhënie shumë të mirë brenda në dhomën e rrëfimit dhe i kanë thënë që ndrysho lojën, ndrysho strategjinë sepse na kanë rënë klikimet dhe në qoftë se ju të dy keni kacafytje, keni diskutime, keni situata të vështira, ne mundemi të arrijmë të marrim atë klikim që duam, por në anën tjetër domethënë qëndronte kjo pikpyetja që ndoshta Dolce nuk e ndjen më Edi, nuk e bën Edi për vete dhe dëshiron që të largohet. Sonte me patjetër që do të diskutohet, nuk e besoj që Dolce do ta pranon këtë realitetin që nuk ka ndjenja për Edin, sepse un kam thënë që Dolce në Big Brother VIP Kosova qëndron në hije të Edit. Për shembull në Grande Fratello ajo bëri namin, bëri klikime, e çoi Granden 2 milion, ndërsa në Kosovë ka një heshtje, ka një qetësi që në fakt Dolce në step dhe mban, dhe kjo është ajo pikpyetja e madhe në këtë marrëdhënie. Edi ka filluar ta vëren, Londrimi sepse më së shumti e ka hapur zemrën me Londrimi dhe Ygjertën. Londrimi i tha që mund të jetë edhe një lojë, domethënë Edin unë e kam thënë që ka qenë i sinqert në këtë lidhje, ndërsa tek Dolce kemi pikpyetje sepse Dolce jeton në Rom dhe ja tha shumë bukur Alaudini, çfarë pret nga Dolce kur Dolce jeton në Rom dhe interesi më të madh ka në Grande Fratello. Tani në qoftë se këto të dy ndahen, unë e di që Edi do ta përjeton shumë keq sepse ka qenë i futur, i zhytur në lojë të Dolces dhe si në fakt tani ai do të del nga kjo lojë, dua të marr mendimin tuaj si e shikoni këtë lidhje.